Për sot do të gatuaj një supë me makarona me mish viçi. Është një supë që përgatitet për një kohë shumë të shkurtër, nuk kërkon shumë impenjime. Për këtë supë do të na duhen disa copa mishi viçi, makarona, spageti të cilat i kemi prerë në copë të vogla, në këtë mënyrë, në pjesë të vogla. Na duhet një kokër qep, të cilën e kemi prerë, një lugë çaj krip dhe një lugë kafeje me piper. Na duhen dhe 3 kokra domate, të cilat i kemi grirë në rende. Mund ta bëjmë edhe me salcë të koncentruar dhe mund të përdorim vetëm një lugë gjelle. Dhe 3 lugë vaj. Në fillim vendosim vaj në tenxhere, 3 lugë gjelle. Shtojmë dhe qepët, pasi ka urdisim qepën, sa të marrë një zverdhje të lehtë, do të shtojmë në tenxhere mishin e viçit, i cili mund të jetë ose në cela të mëdha, ose mund ta presim edhe në pjesë të vogla. Pasi kemi përzirë 2-3 herë me lugë druri, e kemi kthyer mishin nga të gjitha anët, që të ka urdiset pak. Do të shtojmë edhe tomatet e grira. Për 3-4 minuta i përziejmë të gjitha së bashku që të filloj të ziej pak salca e domates. Pas 4 minutave do t'i shtojmë tenxheres 2 litra ujë. Do ta mbulojmë me kapak dhe do ta lëmë të ziej për 20 minuta. Makaronat që unë do të përdor janë gjysmë pako. Nëse pakua ka 500 gram, unë do të marr 250 gram makarona. Që mishi ka zier tani, e kemi provuar me pirun në zbutur, ka kaluar gati 20 minuta. Është një mish viçi i freskët, i njom dhe zien shumë shpejt. Dhe në këtë kohë do të hedhim edhe makaronat. Te makaronat kemi vendosur piperin edhe kripën, do t'i shtojmë të gjitha në tenxhere. Për 3-4 minuta do t'i lëmë sa të ziejnë makaronat dhe pastaj e kemi supën gati. Pasi zien makaronat, ne do ta mbyllim edhe sobën. Ja kanë zier plotësisht, i shohim. Tani do t'i vendosim kapakun tenxheres dhe do ta lëmë në qetësi për 5 minuta që të bymehen makaronat dhe të krijohet një lidhje, një masë lëngu më e trash, dhe më pastaj do ta hedhim në përpjata ta servirim për drekun tonë. Vendosim supën e makarona në tasin e servirjes dhe ja ku e kemi gati drekën.